Kjo është shkresa zyrtare e auditit të KLSH-s pas denoncimit që kanë bërë për mungesën e pajisjes si jetë shpëtuese ECMO. Çfarë është ECMO? Është një pajisje e cila të shpëton jetën kur zemra e mushkria nuk funksionojnë siç duhet. Pajisja ECMO instalohet pacientit, ai qëndron në jetë derisa zemra apo mushkria marrin përsëri funksionet e tyre. Auditi i KLSH-s thotë se kjo pajisje s'ka qenë asnjëherë në kardiokirurgji që sotë skandal. Sa persona kanë vdekur prej mungesës së kësaj pajisje. Kardiokirurgët thonë se mbi 50 vet në vit kanë ndëruar jetë për shkak të kësaj pajisje, por personat e pyetur nga audituesit e KLSH-s kanë bërë një mufë të madhe jo pa dashje, por për të fshehur të vërtetën. Siç mund ta lexoni, ata kanë thënë që për funksion të ngjashëm, por me efekt shumë të limituar, se ECMO gjendet një aparaturë e qarkullimit ekstrakorporal ose pajisja zemër-mushkri. Këtu ka një mashtrim të madh pasi çdo kardiokirurg e di shumë mirë se pajisja ECMO ka tjetër funksion nga pajisja zemër-mushkri. ECMO nuk e zëvendëson dot pajisja zemër-mushkri. ECMO është më shumë për mbështetje afat-shkurtër të pacientëve deri në 2 muaj që mund të rikuperohen me ose pa nevojë në një ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa pajisja zemër-mushkri përdoret kryesisht gjatë operacioneve kirurgjikale. ECMO përdoret për raste të humbjes së funksionit të zemrës, për shembull përdoret për infarktet akute të miokardit, miokarditeve dhe për raste të problemeve të rënda në mushkri në mënyrë që këto dy organet vazhdojnë punën por të mos sforcohen, ndërsa pajisja zemër-mushkri përdoret për të ndalur plotësisht funksionin e këtyre organeve për të kryer në to operacione. Ndryshim tjetër është se pajisja zemër-mushkri përdoret vetëm në operacion maksimumi deri në 4 orë, ndërsa ECMO deri në 2 muaj sipas rastit. Madje ECMO është i domosdoshëm në disa raste që presin për të operuar në mënyrë që të stabilizohet gjendja dhe pacienti të futet në sallë. Stabilizimin e zemrës dhe mushkrisë nuk mund ta bëj kurrësi pajisja zemër-mushkri. Pyetje për ata që duan të njësojnë ECMO-n dhe pajisjen zemër-mushkri. A mundet të përdoret pajisja zemër-mushkri për të përmirësuar funksionimin e mushkrive? Jo, nuk është e projektuar për këtë funksion. A mund të përdoret pajisja zemër-mushkri për kohë të gjatë derisa pacienti të dalë jashtë rrezikut për jetën? Absolutisht jo. Përdorimi i pajisjes zemër-mushkri për kohë të gjatë dëmton çdo organ të pacientit. A mund të qëndrojë pacienti pa anestezi lidhur me pajisjen zemër-mushkri? Jo, kjo nuk është e mundur. A mund të përdoret pajisja zemër-mushkri në reanimacion jashtë salle? Jo, sepse është pajisje që përdoret për operacione jo për suport të pacientit. Të gjitha të mësipërmet realizohen me anë të ECMO-s dhe jo pajisjes zemër-mushkri. Të thuash që pajisja zemër-mushkri zëvendëson punën e ECMO-s është padituri në rastin më të mirë dhe krim në rastin më të keq.